Në qendër të Tiranës, aty ku ndërtesat shumëkatëshe po ngrihen me shpejtësi dhe kulla luksoze dominojnë horizontin, një brez i tërë po ndjen se po mbetet jashtë. Çmimet e apartamenteve në kryeqytet kanë arritur nivele të paarritshme për të rinjt, ndërsa prania e kapitaleve të dyshimta në tregun e pasurive të paluajtshme ngre pikpyetje serioze për drejtësinë sociale dhe qëndrueshmërinë e këtij zhvillimi urban. Sipas të dhënave nga Banka e Shqipërisë, nga agjencitë imobiliare, 1 metër katror në qendër të Tiranës tashmë kushton mbi 2.000 euro. Edhe në zonat periferike që dikur ishin më të përballueshme, sot kanë parë një rritje prej 50% krahasuar me vitin 2020. Për të rinj që sapo kanë hyrë në tregun e punës, ky realitet është gjithnjë e më dekurajues. Një apartament i vogël në periferi kushton më pak se 100.000 euro, edhe me një kredi afatgjat, nevojitet një pagë mujore që pak të rinj mund ta kenë, shprehet Erisa N, një 28 vjeçare ekonomiste në sektorin publik. Një ndër arsyet kryesore të rritjes së çmimeve është prezenca e parave të pakontrolluara në treg. Ekspertët dhe hetuesit financiar kanë ngritur alarmin se pasuritë e paluajtshme, veçanërisht në Tiranë, po përdoren për pastrim parash nga aktivitete kriminale, korrupsioni dhe trafiku. Kjo rrit artificialisht kërkesën për prona, duke i nxjerrë jashtë loje të gjithë të rinjt që punojnë ndershmërisht. Është më së qartë që çmimet do të ulen vetëm në momentin që shteti do të vendosë të ndalojë pastrimin e parave të pista në sektorin imobiliar. Sot shohim ndërtesa që blihen me para në dorë, pa përfshirjen e bankave, nga blerës anonim ose kompani të dyshimta. Kjo është rëmbëron tregun, thot një ekspert i fushës që kërkon të mbetet anonim. Edhe pse sistemi bankar konsiderohet i qëndrueshëm, kredit për shtëpi ofrohen me kushte që nuk përputhen me realitetin ekonomik të rinjve. Norma e interesit, pavarësisht se është në rënie, vazhdon të jetë jashtë mundësive për shumicën. Institucionet shtetërore nuk kanë prezantuar ende një politikë të qartë dhe efektive për të mbështetur të rinjt në strehim, ndonse kanë qenë premtime të përsëritura në vitet e fundit. Është thelbësore një strategji kombëtare për banesat që të orientojnë zhvillimin urban dhe të garantojnë transparencën në financim, shprehet Ilir H, profesor ekonomie në Universitetin e Tiranës. Nëse trendi aktual vijon, Shqipëria rrezikon të përballet me një krizë të thellë të banimit për klasën e mesme dhe një val të re emigrimit të rinjve të arsimuar që nuk shohin të ardhmen në vendin e tyre. Nëse nuk mund të blesh një shtëpi, nuk krijon dot një familje, nuk ndërton dot të ardhmen, dhe kur kjo bëhet normë, atëherë kemi një problem të madh në shoqëri, shprehet sociologja Elona X.